muaj më parë kom përjetu një humbje të madhe në familjen, një humbje shumë të papritur, prej një gjendjes plot me shëndet, motra ime vdiq papritmas, edhe motra ime cila ishte vetëm 3 vite më e madhe se unë, ka qenë shtyllë e familjes, mbështetje dhe kushdo që ka motër, mjafton ta përmendi që më vdiq motra. Dhe them që e kam përjetu jo vetëm unë, por komplet familja si një goditje shumë të madhe. Dhe thjesht si figura publike, neve nuk na lejohet edhe të, si me thonë, ta kërkojmë 100% privatësinë e jetës tonë, në njëre në anën tjetër është diçka që vrehet. Dhe shpesh herë kur kom mendu për shembull për yjet e estradës, për këngëtarët, të cilët pas një tragjedien, për shembull familje detyrohen shumë shpejt i kthehen këngës, mikrofonit, që nuk është e lehtë, me të vërtet, sepse emocioni nuk mund të fshihet. Ashtu mendoj që dhe ne, sidomos ne që jemi të përfshirë në politikë, në veçanti si deputete, kam përjetu disa ngjarje në jetën time gjatë mandateve që pas shumë tronditjeve të mëdha, jam detyru të rikthehem për shkak se neve nuk mundet askush na zaventësoj te vota. Të rikthehem tepër shpejt, qoftë për asgëzimeve, qoftë fillimeve. Dhe nga njëherë të qenurit figurë publike nuk është e lehtë, pavarësisht që njerëzit e shohin vetëm atë anën pak më të ndritshme. Prandaj unë them zër publiku befasohet kur kemi pas edhe në këtë studio plot personazhe që ndoshta për të parë kanë rrëfy diçka që nuk ua ka marrë as mendja që munden me e tregu, pastaj ndikimi ka qenë shumë i madh tek feedbacku i njerëzve, reagimet ku kanë thonë që po me të vërtet dëgjon histori të ndryshme për personazhe që arrin me i fshef për shkak të punës, tek e fundit nuk ua kemi borxh e publikut që me na pa të mërzitën, jemi këtu për me dhonë mesazhe të bukura, me dhonë kontribut, diçka tjetër që veç e keni bëhet përmes politikës. Unë thash në fillim, ose të paktën unë ashtu mendoj që dhimbja është pjesë e dashurisë. Njerëzit që na i duam nuk largohen kur, thjesht ndryshon ndjesia për ata, prandaj edhe është shumë vështirë me përballu diçka dhe mu bo që je shumë e fortë, je shumë guri, që ndron pas punëve, familjes, gjithçka tjetër, kështu që nuk e lehtë as për ty. Thash, jo me i hap plagët, po thjesht një shembull që as pak lehtë, apo e dashur. Unë thash, reflekton shumë pozitivitet, energji të mirë, thash çka qëndron pas kësaj. Edhe njerëz të fortë vuajnë, ndjejnë dhimbje, emocionohen, dorëzohen. Unë jam një person që jam empatike dhe vuaj shpesher për vujtjen e dikujt, dhimbjen e dikujt tjetër. E kam vuajtur, papunësisht kam bashkëndjekur gjatë luftës. Sot kur shoh fëmijë anë e kënd botës duke vuajtur,